Allah të lajmë të shpesi pjesë kërë të një Allah të lajmë të shpesi. Rogës i Krishtua, dikush pa ecën një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurit që mundi, duke kërkuar si erdi fundi. A për qafoj, a mundo më the, alinëve t'mi, vajzën me kërkoj, e do fetone di alinëve t'mi. Kjo mundësi që më dha me hap një zyrë, një Helsinki, si atjeti bizneseve, për neve është një nder i madh, është një kënaqësi e madhe. Për neve kjo është një mundësi e mirë që të kemi një mundësi, një adresë, një kontakt drejt për drejt nga rrjetin e bizneseve shqiptare, sepse deri tani kemi pas oferta për takime, për mundësi bashkëpunimi, por pa një adresë të saktë. Tani për tani kemi marrë një vendim përmes bordit, të kemi një adresë, të kemi një zyrë që çdo musafir që vjen nga jashtë shtetit, qoftë nga Shqipëria apo Kosova, zyrtar, qeveritar që do një takim me komunitetin shqiptar, me rrjetin e bizneseve, mund ta realizojmë në këtë ambient. Zyra është e vogël, për ambienti këtu është i përshtatshëm për çdo takim zyrtar. Është mundësi edhe oportunitet për me taku sa më shumë njerëz të bizneseve, të politikës që më na ndihmon qoftë në kuadër të bizneseve, qoftë komunitetit për shërbime të ndryshme. Kemi shpreh dëshirën që të kemi mundësi, kemi njerëz tonë që t'i ndihmojnë njerëzve që jetojnë në filan, atyre që kanë biznese, punëtorëve që janë të inkuadruar në biznese shqiptare, për plotësimin e dokumenteve, kërkesave, mundësive për me hap një firmë ose një kërkesa për mundësi që njerëzit dojnë me hap një firmë, nuk din, nuk I ka njerëz të duhur. Me kalimin e kohës gradualisht shpresojmë të rritemi edhe të kemi mundësi me shërbym më shumë për komunitetin, qoftë ndihmën për punëtor, qoftë ndihmën për biznese. Bashkëpunimit mes veti, që me bo sa më shumë biznese mes veti edhe me njoh mes veti edhe ky është qëllimi I gjithë vlerave që jemi këtu. E kemi pamundshëm me realizuar një biznes I ri, por ajo që mund të ndihmojmë ne kemi fusha të ndryshme.